Detajet e reja janë zbuluar pas gjetjes së automjetit tip Toyota të djegur në fshatin Halil të Fushkrujës, i cili është përdorur nga autorët e atentatit në Rinas. Policia bën me dije se brenda mjetit të djegur janë gjetur 4 armëzjarre, të cilat dyshohet se janë përdorur në atentatin e sotëm. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po kërkon të mbledh prova që mund të dërgojnë më pas në identifikimin e autorëve. Kujtojmë se atentati ndodhi në aeroportin e Rinasit, ku u qellua me breshri plumbësh ndaj Gilmando Danit dhe Muçi Shalianit, ndërsa lëviznin me automjet. Viktima e atentatit mbeti Gilmando Dani dhe u plagos Muçi Shaliani. Sipas informacioneve, viktima Dani sapo ishte kthyer nga Barcelona. Dyshimet janë se është ruajtur nga atentatorët që më pas kanë kryer atentatin. Ndërkohë, policia e shtetit ka zbarkuar në qytetin e Lezhës për kontrolle të imtësishme të automjeteve pas atentatit të sotëm në Rinas. Mësohet se janë ngritur post blloqe në hyrje të qytetit. Gjithashtu, pak më herët, forca të shumta policie janë vendosur në Krujë. Ndërkohë, i plagosuri i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore, pasi mësohet se ka marrë plumb në kokë. Sipas burimeve të policisë, Shaliani po shoqëronte Gilmando Danin dhe ndodhej në zonën e Rinasit kur u qellua nga persona të panjohur. Mësohet se Shaliani është punonjës i AMP-s.